Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër, këta persona nuk duhet të pinë kafe, ja çfarë u shkakton në organizëm. Inflamacione që gjenden në rritje mbi rolin e kafes tek sheqeri në gjak ose diabeti mund të shkaktojnë shpesh konfuzione. Kjo për faktin se ka pretendime sipas të cilave, pavarësisht se kafeja mund të ofrojë disa përfitime për diabetikët, ajo mund të ketë një ndikim jo të mirë te sheqeri në gjak. Ajo që ekspertët të cilëve u referohemi sipas Del Site shpjegojnë është se kafeja përmban shumë substanca të ndryshme. Disa prej tyre kanë efekte mirëbërëse në shëndetin e një diabetiku, ndërsa të tjerët mund të kenë ndikime negative. Kafeja për shembull ka ndikime afatshkurtër te insulina, por si ndikon kafeja te niveli i sheqerit në gjak? Të dhënat e studimeve tregojnë se konsumi i lartë i kafes përgjatë një periudhe njëmujore ndikon te ndjeshmëria ndaj insulinës te diabetikët. Sa më i lartë konsumi i kafes, aq më i ulët është ndjeshmëria ndaj insulinës. Bëhet fjala gjithmonë për kafen pa sheqer. Duke qenë se kafeina ndikon te ndjeshmëria ndaj insulinës, ekspertët janë të mendimit se kafeja pa kafeinë është alternativa më e mirë për njerëzit që vuajnë nga diabeti, dhe mbi të gjitha, kafeja, e cila nuk përmban sheqer të shtuar. Disa nuk mund të fillojnë në ditën pa pirë një filxhan kafe, ndërsa të tjerët konsumojnë menjëherë të dytin. A i dini se kafeja mund të dëmtojë shëndetin dhe trupin tuaj nëse pihet në këtë forma? Ajo ju bën të dëgjoni zëra nëse e teproni me pirjen e kafes. Sipas një studimi të Universitetit të Melbourne-it, kafeja është një lloj substance psikoaktive. Nëse pini më shumë se 5 filxhan kafe në ditë, mund të pësoni duke dëgjuar zëra që në fakt nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes mund të krijojë gjithashtu edhe shqetësime në shëndetin e mëlçisë. Sipas një studimi të kryer nga National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease në Shtetet e Bashkuara, doza të vogla të kafes ndihmojnë në trupin të detoksifikohet, por sasi të mëdha të saj mund të kenë pasoja të kundërta në dëmtimin e mëlçisë. Ajo rrit trysninë e gjakut. Studimi i kryer në Mellon University tregoi se kafeja stimulon rrahjet e shumta të zemrës dhe mund të shkaktojë probleme të frymëmarrjes. Të bën gjithashtu më shumë nervoz dhe të paarsyeshëm. Një frymëmarrje jo e mirë mund të pengojë transmetimin e mirë të oksigjenit në tru, çka dëmton procesin e vendimarrjes. Kafeja e tepërt shkakton probleme të pagjumësisë. Kafeja mund të paksojë me 6 orë kohën e gjumit në 24 orë, që substancat të largohen përfundimisht nga sistemi juaj. Mos pini kafe para se të shkoni për të fjetur të paktën 4 orë. Kafeja e tepërt do të nxjisë shfaqjen e osteoporozës. Sipas një studimi të Universitetit të Oregonit, kafeina nuk i bën mirë kockave. Për të shmangur këtë rrezik, konsumatorët e mëdhenj të kafes duhet të marrin më shumë vitaminën D. Ajo nxit urinimin e shpeshtë. Kafeja mund të sjellë probleme me fshikëzën e urinës dhe të nxjisë të shkoni më shpesh për të urinuar. Ajo mund të shkaktojë gjithashtu edhe dhimbje të kokës. Sipas American Heart Association, konsumatorët e tepërt të kafes mund të kenë dhimbje koke, ankth, lodhje dhe probleme të depresionit. Andaj duhet të tregoheni më të vëmendshëm edhe me pirjen e saj. Kafeja mund të çojë përkohësisht edhe tensionin. Kafeja mund të shkaktojë një rritje të përkohshme të tensionit pasi që venat ngushtohen dhe zemra punon më fort. Ky efekt shkaktohet pasi adrenalina rrit rrahjet e zemrës, por gjithashtu shkon edhe në normalitet pas 3 orësh. Kafeja përshpejton metabolizmin, por irriton edhe problemin e zorëve. Kafeja ka ndikime të mëdha në metabolizimin e trupit. Është diuretik, që do të thotë se veshkat lëshojnë në lëngjet që mbajnë. Por kafeja mund të irritojë edhe fshikëzën, duke bërë që vizita në tualet të jenë më të shpejta. Nëse pihet me stomakun bosh, mund të stimulojë lëshimin e lëngjeve gastrike dhe kortizolit dhe hormonit të stresit. Ndikimi i parë që ndjeni kur pini kafe është një zgjim i menjëhershëm. Kafeina është një stimulues që shkon në tru dhe bën që përkohësisht të mos ndjeni të lodhur. E bën këtë duke bllokuar receptorët e adenezinës, një substancë që trupi prodhon për të rregulluar gjumin dhe na bën që të ndjehemi të përgjumur.
Kafeina stimulon gjithashtu prodhimin e adrenalinës, hormonit që jep energji. Shkencëtarët në Universitetin e Harvardit kanë zbuluar se kafeja ndihmon në largimin e depresionit, por truri me kalimin e kohës mund të mësohet me këtë pije dhe efekti i saj do të zbehet. Kjo shpjegon varësinë që ka në disa persona edhe ndaj pirjes së kafes. Gjithashtu, kafeja e tepërt mund të krijojë edhe probleme në shëndetin tuaj. Kafeja mund të sjellë shumë përfitime, por nëse e pini atë në mënyrë të gabuar, ajo mund të ndikojë në efektet e saj negative. Pirja e kafes brenda normës lejuar do të sjellë një sër vlerash. Përbërja kimike është e mirë, por gjithashtu ato lëndë ushqyese mund të përkthehen në një sër ndryshimesh dhe përfitimesh të shëndetit tuaj. Prandaj nëse pini kafe në mënyrë të rregullt, do të merrni këto përfitime sipas brajtësaj. Kafeja ndikon në trurin tuaj. Fal kafeinës mundeni të përmirësoni funksionet tuaja njohëse, prandaj do ju ndihmoj të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në studimet tuaja. Kjo fal faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropineferinën që përshpejtojnë funksionet e trurit. Këto gjithashtu kontribojnë në kujtesë dhe në rritjen e energjisë, madje edhe në përmirësimin e disponimit. Kafeja parandalon rënjen njohëse. Një tjetër nga vetitë e kafes është se ndihmon në parandalimin ose vonimin e efekteve të sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri ose Parkinsoni. Disa studime kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me 60%. Kafeja përmirëson performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësoni performancën dhe të zvogëloni ndjenjën e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është e pasur me antioksidant. Studimet si ato të kryera nga CSIC kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i mirë i antioksidantëve. Kjo ju ndihmon të mbani shëndetin më të mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave tuaja. Përveç kësaj, ajo siguron një mori vitaminash dhe minerale që ju ndihmojnë gjithashtu të forconi shëndetin tuaj. Në fakt, mund të mbajnë më shumë antioksidantë se disa fruta dhe perime të tjera. Pirja e kafes brenda normës mund t'japë një përfitim për shëndetin e mëlçisë. Një tjetër studim nga Universiteti i Southampton pohoi se një filxhan i kafes në përditshmëri zvogëlon rrezikun e cirozës së mëlçisë me 25% dhe deri në 3 filxhan mund të reduktojnë atë. Prandaj është më mirë që mëlçia të përfitojë nga konsumi i kafes, por gjithmonë duke e konsumuar brenda normës. Kafeja djeg yndyrnat. Nëse doni të keni një dietë të mirë dhe dëshironi të humbisni në peshë, atëherë duhet të dini se kafeja është një substancë natyrale që ka veti djegëse të yndyrës. Falë këtij metabolizmi mund të përshpejtojë dhe të eliminojë gjithçka që ka mbetur. Prandaj kombinimi i kafes me një dietë e ekuilibruar ju ndihmon të qëndroni në formë. Kafeina mund të ndikojë gjithashtu në përshpejtimin e probiotikëve. Kafeja konsiderohet si një ushqim funksional ashtu siç ka efekte probiotike, kështu që mund të mbrojë shëndetin tuaj të zorrëve. Kjo do të thotë, ushqen florën bakteriale të zorrëve tuaja, stimulon sekretimin e stomakut, aktivizon prodhimin e tëmthit dhe kontraktimet të fshikëzës së tëmthit. Kjo e bën atë shumë të rrezë dhe ndihmon edhe në procesin e ngrënies. Kafeja mund të ndihmojë në parandalimin e astmës. Edhe pse duket e çuditshme, ka edhe studime që përcaktojnë se kafeja mund të përmirësojë simptomat e astmës. Mund të duket se nuk ka asnjë lloj lidhje, por kafeja mund të ndihmojë në zgjerimin e tubave bronkial për shkak të kafeinës, pasi është një substancë kimikisht e ngjashme edhe me ato që përdoren zakonisht kundër astmës. Kafeja është një antidepresant natyral kur konsumohet brenda normës, në të kundërt ka efekte të keqe. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.